apo me Z, vetëm apo me tjerë, kudo në për Shqipëri apo jashtë Shqipërisë, jo vetëm gjatë qershorit, po qysh pas zgjedhjeve të qershorit kaluar. Ju nuk jeni mosmirnjohës, ju jeni matësiri i standardeve tona. Ju atje në periferinë e një bashkie nuk protestuat kundër atyre që krye bashkiaku ishte bërë për ju, as kundër atij vetë. Ju që mbushët bulevardin dhe rrjetet sociale me protestën tuaj, nuk protestuat kundër Shqipërisë që ne ndërtuam gjatë 3 mandateve të para, dhe këtu po ndaj pak posaçërisht ata, jo të pakt që ishin votues, mbështetës, apo dhe antarët Partisë Socialiste. Po dhe ata që gjatë ditës ishin punë në shtetit, dhe mbrëmje shkonin protestë. Ata nuk dolën në bulevardin e Flamingove për të mohuar transformimin e Shqipërisë, për të sulmuar qeverinë, apo për t'ju bashkuar këngës Rama jepe dorëheqjen. Ata që votuan për ne në qershorin e shkuar, dolën dhe u bashkuan me tjerët, edhe kur protesta drejtohej kundër meje, sepse forca e saj përgjithëse ishte më imponuese mbi ta se sa figura ime. Ata të administratës ku plot mund mos kenë votuar për ne, dolën dhe ata me tjerët sepse Shqipëria e re që ne kemi ndërtuar nuk jeton me hijenës vjetrës, kur njerëzit flakeshin nga puna e shtetit, me farë dhe me fis, se shkonin në një takim tonin në opozit, se shkonin protest kundër qeverisë, as që nuk bëj fjalë. Të gjithë bashkë ata qytetarë u mblodhen aq të shumt aty, kur sorrat dhe korbat nuk e kishin nxjerr ende kokën, sepse i çoi një nevojë e thellë. Një nevojë e brendshme për të përcjell një mesazh më të fortë se sa përkatësia e tyre ndaj një partie apo se sa ngjyra e qeverisë për të cilën ata mund të kenë votuar. Shija kontaminuese e lirisë së asaj proteste dhe nevoja për të bashkuar me atë rrjedhë të pazakonshme njerëzish për Tiranën, duke dalë nga rrugica dhe rutinës përditshme dhe duke ushqyer celularët me energji të rrallë, instagramike, një energji e mahnitshme, besoj, ishin më të fuqishme se sa i gjithë arsenali ynë i fakteve kundër gënjeshtrave, shpifjeve dhe akuzave lidhur me projektin e Zvërnecit. Prandaj mësimi i parë që duhet ndaj me ju është faktet tona nuk mjaftojnë më. Sepse në Shqipërinë që ne transformuam rrënjësisht, njerëzit nuk jetojnë më as me kënaqësinë e ndryshimeve që ndodhin, as me inkurajimin nga gjërat që ndërtohen. Siç ndodhte deri dje. Kur prisin me besim që pas rrugës, shkollës, lulishtes, që u ndërtuan lagjen tjetër, t'i vinte radha rrugës, shkollës, lulishtes, lagjes tyre. Ata sot jetojnë me pritshmëri, që rriten më shpejt se sa mundësitë tona për t'ju përgjigjur. Dhe në një Shqipëri që zhvillohet me ritme të reja, ata e përjetojnë zhvillimin si një tension, mes asaj që shohin dhe dëgjojnë dhe asaj që kanë. Herë si burim pikpyetjesh për çfarë po bëhet
me vendin dhe shpesh herë si ndjenjë pasigurie për pjesën e tyre në një ekonomi që rritet shpejt, por bashkë me koston e jetesës tyre. Me fjalë tjera, shok dhe shoqe, nuk mjafton më ta qeverisim të tashmen me investime, arritje, integrime, duke treguar çfarë bëm deri këtu, po duhet qeverisim në harmoni me përvojën e përditshme të qytetarit sot. Sepse zemrat dhe mendjet e shqiptarëve nuk janë më aty ku ishin deri dje. Te çfarë ndryshon në territor. Dhe nuk kanë fare më lidhje me statistikat ekonomike, sado pozitive qofshin. Ato janë ankoruar mu të pritshmëritë e tyre. Prandaj dhe bulevardi i Flamingove duhet parë jo si një protest, po si një pasqyrë, që shoqëria na e vuri përpara, duke na sfiduar të shohim vetveten dhe të verifikojmë seriozisht nëse e kemi mendjen dhe zemrën në vendin e duhur për ta qeverisur Shqipërinë e kësaj faze 3. Të cilën në radh parë dhe me do e mos duhet ta kuptojmë ne të parët në të gjithë përmasat e saj. Unë vetë, në pasqyrën e bulevardit Flamingove, pash mbylljen e një epoke dhe fillimin e një tjetër. Epoka e mbyllur është epoka e mungesave, kur një rrugë e re ishte fitore kolektive, një shkollë e re ishte feste për bashkët, një lulishte e re pritej me duar trokitje dhe ndezja e dritave në lagje përcillej me bekime. Në epokën e mungesave, shoqëritë vuajnë përgjatë rrugëve pa rrugë të rënimit dhe të poshtrimit dhe i gëzohen çdo ndryshimi si fëmia një dhurate. Toleranca e tyre ndaj atyre gjërave që mungojnë është shumë e madhe. Deviza e saj epoke është ka edhe më keq. Epoka e hapur është epoka e pritshmërive, ku rruga e re është standard, jo fitore. Shkolla e re është borxh që kthehet me vonesë, jo arsye për të festuar. Çdo shërbim i mirë merret i mirëqenë dhe asnjë mungesë shërbimi nuk durohet më dot si deri në mbylljen e epokës më parshme. Shoqëria as nuk e çon më në përmend nëse ka dhe më keq. Toleranca e saj ndaj çka nuk shkon vjen duke u zeruar, sepse deviza e kësaj epoke është ka edhe më mirë. Alexis de Tocqueville, një ndër studiuesit më të mprehtë të demokracisë dhe ndryshimit shoqëror, na ka lënë një paralajmërim me shkrim. Tamam për këtë fazë ku kemi hyrë. Çasti më i rrezikshëm për një qeveri vjen pikërisht kur ajo ka nisur të ndryshojë gjërat. Dhe shembujt e ndryshimit që ne kemi sjellë në këtë vend janë të panumërt në çdo drejtim. Ndërkohë që rreziku për të cilin ai shkruan është tani më fare i lexueshëm. Për 100 e kusur vjet në Shqipëri nuk ishte hetuar, dhe aq më pak pastaj gjykuar në mënyrë të pavarur, një i vetëm zyrtar i lartë. 100 e ca vjet, asnjë. Ndërsa korrupsioni ishte pranuar nga të gjithë, si t'ishte fataliteti një fatkeqësie kronike natyrore. Më kujtohet se kur njerëzit e mbështesnin edhe me dorën e djathtë edhe me dorën e majtë reformën drejtësi,
duke kërkuar vettingun si besimtarët që kërkojnë shpëtimtarin, prap se prap, pyetjes, nëse e besonin se ata do të shihnin një ditë zyrtar të lartë përpara drejtësisë, i përgjigjeshin masivisht jo. Reforma jonë drejtësie ngriti luftën kundër korrupsionit në nivele që deri dje as nuk imagjinoheshin. Monumenti i pandëshkueshmërisë ra, siç deri dje as mund të imagjinohej. Por ky fakt s'mjafton fare që njerëzit t'i gëzohen sa arritje historike. Përkundrazi, ky fakt del dhe të pronë që ata t'jenë të paknaqur, pse nuk bëhet më shumë. Për 30 vjet, shqiptarët ndënjen në radha kilometrike për të marrë shërbimet më elementare. Duke pritur shi, duke pritur diell, një dokument të rëndom, certifikat lindje, duke u shtyrë për të paguar dritat që me zivinin, apo duke ardhur nga jashtë për të kaluar gjysmën e pushimeve në për sportele, që ngjanin si ato dyert e urbanit kur futet gjithë dynjaja, në kohën kur akoma ishin turnet e kombinatit tekstileve. Por e kishim pranuar atë realitet. Sigur të ishte një trashëgimi e patundshme. Sot, 95% e shërbime publike në Shqipëri merren nga celulari, falas, dhe merren nga çdo pikë e botës. Por ky fakt nuk mjafton fare që njerëzit t'i tolerojnë më lehtë shërbimet që ende çalojnë. Përkundrazi, del dhe të pronë që toleranca e tyre të jetë thuajse zero. Nuk e di a e dëgjuat kur tregova një ditë rastin e të ëmës një shokut tim, gjyshet 80 ca vjeçare. Edhe ajo doli në protestë. Jo për zvërnecin, jo për ligjin e zonave të mbrojtura, as për biodiversitetin. Doli nga që sa herë i duhej të vizitohej në poliklinik për një smundje kronike, ngrihej pas bardhur dita, bashkë me të moshuar tjerë, për të zënë radhën, sepse mjeku në atë poliklinik shkonte vonë dhe rrinte 2-3 orë. Ne mund t'i tregojmë tani asaj gjyshe, sa spitale kemi ndërtuar, sa pajisje kemi blerë, si ka ndryshuar si nata me ditën sistemi ynë shëndetësor, krahasimisht me kohën kur morëm detyrën. Të gjitha këto. Dhe gjithçka mund t'i numërojmë asaj për punët e panumërta që ne kemi bërë për shëndetësinë, janë fakte. Si drita e diellit. Por fakti i saj është përvoja. E asaj radhës në poliklinik, kur dielli s'ka dalë akoma. Dhe kur faktet tona përplasen me përvojën e gjyshes, ne nuk mund t'i kërkojmë asaj të ndryshojë përvojën. Duhet ndryshojmë ne, që zëri i saj të dëgjohet, halli i saj të qahet, përvoja e saj të ndryshojë dhe ajo ta shohë që shteti nuk nis dhe nuk mbaron tek tarbjati i mbrapsht i një mjeku. Përndryshe, të gjitha ndryshimet që kemi bërë për shëndetësinë do mbeten aty. Fakt. I pamoshëm. Po ne nuk do jemi më këtu. Nëse vazhdojmë të besojmë se mjaftojnë investimet dhe faktet e përparimit që njerëzit vazhdojnë ta investojnë besimin e tyre tek ne.
pa ndryshuar diçka domethënëse në cilësinë e përvojës së tyre me shtetin. Përsëri këtu na vjen në ndihmë Tocqueville. Abuzimet që zhduken e bëjnë më të padurueshme peshën e abuzimeve që mbeten. Kur fryma e përparimit bëhet e qëndrueshme dhe zhvillimi i pandalshëm, pritshmëritë e qytetarëve nuk ulen, po rriten. Dhe rriten më shpejt se shpejtësia e ndryshimit. Asnjë sukses nuk e ul kërkesën, vetëm e rrit. Me këtë sy, duhet parë dhe videoja që u shfaqa në hyrje të kësaj fjale. Kur ne morëm detyrën, pyet priteshin, si t'ishin në agresionin e një ushtrie alienësh, në formë sharrash elektrike, dhe kafshët vriteshin për epshet shtazarake të gjahtarëve të huaj dhe shqiptar. 50.000 vrasës që hynin me çifte, pyll më pyll, e lagun më lagun, sikur Shqipëria ishte një rezervat jashtë hartës qytetërimit. Ndërsa përpirgjet me kufoma, shpendësh lagunave që pastaj shiteshin në për restorante, shkruan të ndonjë revistë ndërkombëtare natyrës, po maazallah se ngrihen ndonjë zë që të dëgjoj përtej ndonjë kronike televizive para lajmeve për motin. Në një vend ku shoqëria vuante mungesat e veta të mëdha dhe ku vritej statistikisht një njeri në 3 ditë, nuk kishte se si të kishte ndonjë pritshmëri optimiste për jetën e kafshëve. Në një dekadë ne kemi bërë për florën dhe faunën e Shqipërisë një përmbysje historike të vizionit, të qasjes, të administrimit, me rezultate të pamohueshme. Bëm ligjin e parë të integruar me standardet e Bashkimit Evropian për zonat e mbrojtura, dhe në këtë dekadë zgjeruam në mënyrë të ndjeshme si asnjë vend tjetër në rajon, sipërfaqen e tyre, shtuam kategoritë e mbrojtjes dhe e kthyem mbrojtjen e natyrës nga një thirrje sporadike në një sistem administrimi. Një parantezë këtu, ndryshimet e vitit 2024. Le ta mbaj shënim kush e dëgjon. Në atë ligj u përdorën pa pushim, dhe vazhdojnë, si benzinë, për zjarrin e protestës nga individ me agjendat e tyre politike, përfshirë dhe disa eurodeputet, që në rastin më të mirë nuk e kanë lexuar fare çfarë kemi ndryshuar, ndërsa në rastin më të keq kanë dashur ta besojnë rolin e viktimave të imperializmit amerikan. Por e vërteta është se ato ndryshime janë bërë në përputhje me direktivën europiane. Dhe fatmirësisht, nuk është këtu fjala ime kundër fjalës së atyre që mendojnë ndryshe, po ka një proces në zbatim të kalendarit negociatave, ku do skanohen 1 për 1 me Komisionin Evropian për ta përputhur krejt atë ligj 100% me direktivën e BE-s edhe ato ndryshime. Kështu që ky konflikt i stisur do zgjidhet për bukuri në rrugën e negociatave, ku nuk kalon asgjë pa miratimin e Komisionit. Tani, le të ngrej dorë një vetëm këtu, në këtë sallë, jashtë mureve të kësaj salle, kudo në Shqipëri, apo jashtë kufive të Shqipërisë, dhe të thotë, po unë e kisha imagjinuar, në kohën e koreve shurdhuse të sharrave elektrike dhe atyre shkulmuse
të çifteve shfarose se do vinte një ditë kur ponët njëtin bulevard, ku në atë kohë sharrash dhe çiftesh, protestuesit vriteshin si shpendët e lagunave me plumba nga dritarët e kryeministrisë, do vërshonte një protestë masive qytetare për fatin e biodiversitetit të një lagune të vendit. Por ja që nëse do ta shtrëngonin me zor dikë që t'i theshim po mirë më dakord, parafituroje kur mund vijë ajo ditë, nuk ka shans që të thoshte se ajo ditë do të vinte kaq shpejt. Dhe Shqipëria ku deri dje natyra dhe popullsia e speceve të saj ishte preja e pambrojtur, e njeriu të lëshuar nga çdo zinxhir etik, moral dhe ligjor në raport me nënën natyrë, u bë vendi i një proteste popullore që mori si shkak një zogën dhe një lagunë. Jo vetëm kaq, por për ta mbrojtur zogun dhe lagunën nga unë dhe nga ju, që biodiversitetit i kemi kthyer për kushtimin e ekzekutivit dhe të legjislativit me rezultate as pak modeste. Mos mirënjohje, asnjë mënyrë jo. Edhe këtu, Chelsea, na jep ai që e kuptoj shumë herët dhe shumë më qartë se shumë tjerë, Tocqueville prap. Pakënaqësia nuk rritet thjesht në një realitet ku njerëzit e kanë humbur shpresën, por rritet mbi të gjitha aty ku shpresa është rritur më shpejt se realiteti. Sepse kur një shoqëri bindet nga vetë fakti se ndryshimi po ndodh, duke e prekur me sy që ndryshimi është i mundur, çdo gjë që ende nuk ka ndryshuar i duket e padurueshme. Bulevardi i Flamingove është prova më shëmbullore se shqiptarët nuk e krahasojnë më Shqipërinë me vendin e mungesave nga ku ne të gjithë bashku u nisëm me bekimin e tyre, po me vendin e mundësive ku ata mezi presin të mbrin. Prandaj nuk na vlerësojnë më vetëm për çfarë kemi ndryshuar. Madje sikur duan ta harrojnë edhe atë që e mbajnë mend akoma, sepse janë të përqendruar të na gjykojnë gjithnjë dhe me më pak mëshirë për gjithçka që pikërisht sepse pan sa shumë mund ndryshoj, nuk pranojnë dot të mbetet siç ishte. Prandaj, shok dhe shoqe, udhkryqi për cilin kam folur edhe më parë, po as jam kuptuar si duhet, as kam qenë në gjendje ta perceptoj sa duhet përpara se ta shikoja veten te pasqyra e bulevardit të Flamingove, është ky. Ne e nxorëm Shqipërinë nga epoka e mungesave. Ne dhe askush tjetër. Prandaj sot përballemi me një popull që nuk e mat më Shqipërinë me mungesat e saj, po me pritshmëritë e veta. Një popull që nuk na vlerëson më sa do të donim ne për gjithçka kemi bërë deri këtu, po na kërkon llogari më shumë se sa do donim ne për gjithçka që mbetet për t'u bërë. Një popull që bezdiset kur i tregojmë nga sa poshtë jemi nisur për t'u ngjitur deri këtu dhe që na tregon se sa lart do të jetë papritur kohën që duhet për t'u ngjitur. Me ne ose pa ne. Dhe ka drejt. Pik, ka drejt. Kush përpiqet ta zvogloj apo ta relativizoj për masën e kësaj drejte, që na e tregoi bulevardi i Flamingove, do zvoglohet dhe do relativizohet deri në irrelevancë. Madje,
Sa më i madh dhe i fortë jesh përballë kësaj drejte, aq më rrezikje. Nëse nuk e kupton se kjo e drejtë është më e madhe dhe më e fortë se sa ti, qofsh dhe vetë Partia Socialiste, apo u quajtsh edhe Edi Rama po deshe. 3 mandate me radhë, ne folëm me gjuhën e fakteve, sa rrugë, sa shkolla, sa spitale, sa investime, sa turistë, sa rritje ekonomike, faktet janë dhe do të mbeten aty, kokëforësisht dëshmitare për ne që e transformuam këtë vend deri këtu, nga një realitet që bënte lajm vetëm për keq, me një shtet në gjunjë që s'kishte as drita, se gjysma paguante edhe për gjysmën tjetër, dhe me një emër të përbuzur, të shpërfillur ndërkombëtarisht, në një destinacion të dëshiruar, me një flamur ndërkombëtarisht të respektuar. Por kjo është histori. Ne jemi aktualitet. Kjo është histori. Në pasqyrën e bulevardit të Flamingove, unë pash një të vërtet tronditse, që asnjë statistik nuk e tregon, po që asnjë provë nuk e rrëzon. Ne, lartë, kishim faktet. Njerëzit poshtë kishin përjetimin. Fakti ynë ishte se investimi i Zvërnecit është tokë private. Përjetimi i tyre ishte se toka e shtetit po i shitet huajve. Fakti ynë ishte se projekti është ende sot që flasim në duart e një skuadre arkitektësh, inxhinierësh, mjedisor, gjeolog dhe hidrolog ndër më të mirët në botë. Përjetimi i tyre ishte se ndërtimi kishte nisur dhe projekti duhej anulluar. Faktet tona thoshin se ne kishim me vete të vërtetën, por përjetimi i tyre ishte se e vërteta ishte e gjitha në anën e tyre. Pa diskutim. Në atë protest pati ndërhyrje të huaj, brutale madje. Manipulime të panumërta. Lajme të rreme, video të deformuara dhe plot aktor të vënë me qëllime nga më të ndryshmet në funksion të shumë fishimit zemërimit. Edhe këto janë fakte. Dhe ishim pjesë e rëndësishme e protestës. Ekspozimi dhe analiza e tyre janë domosdoshme për ta kuptuar atë protestë në çdo dimension. Po asnjë prej këtyre dhe as gjitha bashk nuk ishin zemra e atij manifestimi spektakolar që e ktheu bulevardin në hendek. Në hendekun më të dukshëm të mundshëm mes fakteve tona dhe përjetimit të njerëzve. Përgjigja për themelin e atij hendeku nuk duhet kërkuar tek ato pjesët e bashkëngjitura të protestës, po duhet gjetur tek pritshmëritë e rritura të njerëzve dhe konflikti i tyre me përvojën e përditshme. Duam ne, njerëzit presin çdo ditë dhe më shumë, dhe bëhen gjithnjë dhe më pak tolerant. Sidomos pastaj ndaj përvojave të tyre të hidhura me administratën, që si mira e mira pika të mbledhura lart e poshtë e derdhën kupën e durimit të tyre në bulevard. Ai hendek nuk u hap për të qëndruar ashtu, po për të mbyllur. Dhe mbyllja e tij nuk bëhet dot as duke bërë sikur ai u mbyll vet, me që bulevardi u zbraz nga flamingot dhe aty mbetën vetëm puplat e ditëzinjve dhe vezët e punëzinjve, as duke u kapur thjesht më fort pas fakteve dhe duke menduar ne se përjetimi i popullit do të ndryshojë, kur ne t'ja përsërisim faktet tona dhe 100 herë tjera, as duke bërë thjesht sa lëvizje njerëzish dhe duke bindur veten se populli do të bindet kur të shohë veprën aty ku sot ai shikon atë dheun e nxjerrë në shitje.
Asnjë nga këto, as të tëra bashkë, nuk mjaftojnë dot për ta mbyllur atë hendek. Dhe për ta kuptuar deri në fund atë hendek, harrojini faktet tona dhe fokusohuni tek përjetimi i njerëzve. Sepse kur midis faktit ton dhe përjetimit të njeriu të zakonshëm hapet një hendek i atill, atë e ka hapur rënja e besimit se pritshmëritë e tij do realizohen. Dhe kur besimi për këtë arsye ka rënë, edhe fakti më kokfort fillon duket si gënjeshtër. Po më keq, më zi. Edhe gënjeshtra më e madhe fillon duket si e vërtet. Patjetër që ajo protest, e thash, nuk mund të kuptohet pa arenë e mbi ngarkuar të dhënave digjitale mbi bulevardin e Flamingove, e cila mblodhi dhe lëshoi një pafundësi sinjalesh në të gjitha anët e globit. Sepse Zvërneci nuk mbante vetëm peshën e një investimi të madh, të një lagune të ndjeshme, të pikpyetjeve mbi pronën, të një vendimarrje të debatueshme, të cilat krijuan patjetër një forcë magnetike mbi planetin Tokë, pas viralitetit një videoje, ku brishësia e individit që proteston, përplaset me gardhin e lartë, me tela, me gjëmba. Mu si t'ishte një kufi i pakapërcyeshëm, mes jetës ti dhe një rrugë të madhe zhvillimi që e ka flakur atë jashtë shtratit saj. Mbi Zvërnecin qëndronte dhe hija e emrit më polarizues të politikës dhe të medias botërore. Përderisa në qendër të projektit ishte dhëndri dhe e bija e tij. Pa atë lidhje, protesta do të ishte në rastin më të mirë një çështje shqiptare, jashtë vëmendjes dynjas. Por fal asaj lidhjeje, ajo bë menjëherë një legjend globale, ku shumë kush ndër fansat e huaj të protestës, përfshirë dhe një senator mitik të Shtetet Bashkuara, desh ta shihte Shqipërinë si shëmbëltyrën guximtare të një Davidit vogël, që u ngrit dhe u rebelua ndaj Goliathit plot fuqishëm, duke bërë thirrje që bota mbar ta merrte nga Shqipëria mësimin dhe të ngrihej në atë revolucionin e madh dhe të shumëpritur të ish proletarëve. Ky është fakti i kohës së kanaleve sociale, ku noton sot bota. Zvërneci dha videon revoltuese, Flamingoja dha simbolin magjepsës, hija e vjerrit më të famshëm botë dha magnetin global, dhe algoritmi i yshtur edhe nga ustallar të ndërhyrjes në punët e vendeve të tjera bëri pjesën tjetër, me një shkrepse të ndezur pranë pyllit me pisha në nart, shpërndau brenda pak orësh një zjarr maramendës anë mban botës. Zelli i kundërshtarëve të gjithandejshëm për të luftuar me vjerrin e madh në çdo çast për çdo gjë dhe kudo qoftë, e ktheu në skenë identifikimi me qindra milion njerëz në disa kontinente, bulevardin e transformuar në hendek. Ama prap, shkaku i hendekut ishim ne, dhe zëmra e protestës ishin njerëzit e zakonshëm të këtij vendi. Prandaj përgjigjja për ta duhet jetë e jona, jo e sharlatanëve, ekstremistëve apo e çdo dështaku publik, që në këto raste gjenden gjithmonë gati me receta çuditëbërëse për popullin, të cilat shkruan vetëm me një parim: o burra, rrëzojmë gjithçka, të rregullohet çdo gjë dhe unë të kap diçka.
Ata kishin nevojë për plagën, po nuk e krijuan ata protestën. E rrëmbyen dhe vazhduan ta mishërojnë si llumi që dekanton pasi thahet prurja e ujit rrjedhshëm. Tani vazhdojnë të kruajnë plagën me nervozizëm, duke u mbledhur si pupla të zeza mbi bulevard apo rrotull parlamentit, pasi zemra e protestës ka ikur, ka shtektuar bashkë me flamingot. Ata nuk janë armiqtë e Shqipërisë, po bijtë verbër të saj, që në shumicën e tyre ecin pa ditur ku shkojnë dhe as nuk e kanë haberin se janë njëkohësisht mishi për top i armiqve dhe dashakëshimve të huaj të Shqipërisë. Në radhë parë atyre shtetëror, që lëshuan përmes rrezë digjitale breshëri masive avatarësh në profile falso, të cilët tani më i kemi të dokumentuar. Po çfarë interesi kanë ustallarët malinj për Shqipërinë? Zero. Zero. As për qeverinë, as për opozitën, as për popull. Zero. Vetëm kaosin dhe rënimin e besimit që shqiptarët të mos i besojnë më askujt. As shtetit, as medias, as drejtësisë, as parlamentit, as Europës, as njëri tjetri. Sepse një vend pa besim është i pambrojtur dhe një demokraci pa besim është një shesh për çdo përshesh. Fakti që për herë të parë Shqipëria përjetoi shijen e stërkeqe të dasisë fetare dhe të urrëties etnike, të cilat u manifestuan për turpin e të gjithëve ne në rrugën e protestës, ishte drejt për drejt objektivi i operacionit të tyre. Shënjestrimi i kombit hebre me një antisemitizëm të panjohur për Shqipërinë, muslimane, që i dhanë lavdi dhe nder për jetë Shqipërisë, duke marrë në mbrojtje hebrejt me jetën e tyre dhe duke i treguar Europës së madhe, të të pasurve dhe të fuqishme, se një vend i vogël, i varfër dhe i dobët, u bë busulla e mbetur morale e një kontinenti të tërë. Por dhe këtu prap duhet ta përsëris dhe të jem shumë i qartë. As ndërhyrja e aktorëve tuaj shtetëror, as sponsorizimi maramëndës i breshërive digjitale nga lobet e konkurrencës së industrisë mesdhetare të turizmit nuk e shpikën sekëlldinë që i nxori flamingot në bulevard. Ata pa diskutime shfrytzuan egërsisht atë sekëlldi dhe u përpoqën shumë ta kthejnë në një zjarr të pakontrollueshëm. Pasojat mbi sezonin turistik dhe mbi ekonominë e familjeve që jetojnë me turizmin, i tregoi bilanci i fundqershorit, kur për herë të parë pas shumë vitesh dhe krejt në kundër tendencë me janar, maj që ishin zjarr në rritje, rritja stopoi. Në shifrat e qershorit kaluar aty. Ama duhet të jem po kaq i troçt se duke i treguar shqiptarëve që po ndodhte kjo, asnjëherë nuk më shkoi mendja të akuzoja protestuesit e sinqert si bashkëpunëtor të vrasësve të Teheranit apo kukullat të tjetër kujt që bashkë me Iranin u fut në mendjen e Miletit përmes lloj-lloj postimesh, ndjella këqija dhe komentesh me gjuhë urrëtie, të cilat nuk i lexuan vetëm shqiptarët, po u lexuan kudo. Sepse përqindja më e madhe e përmbajtjes digjitale u prodhua në këto vende. E dokumentuar. As më ka shkuar dhe as më shkon ndërmend se mund të jetë shpallja e protestuesve si armiq dhe e kritikëve si agent.
reagimi im ndaj kësaj risie negative që na i futi armiqt brenda në shtëpi, jo përmes bombardimit kibernetik, si disa vjet më parë, por përmes përmbytjes së kanaleve sociale, të cilin deri në qershor e kishim dëgjuar si fenomen nga historitë e pabesueshme të vendeve të tjera demokratike. Dhe përtej rritjes domosdoshme të kapaciteteve teknologjike mbrojtëse, ne duhet ta shtrim reagimin dhe për këtë tek adresimi i atij hendekut, duke dëgjuar më herët, shpjeguar më qartë dhe mbi të gjitha duke bërë këtë me empati për njerëzit. Pas fitores madhe që na dha 83 mandate, e kam thënë në disa takimet brendshme me ju, ajo fitore, sa që është bekim, është dhe mallkim. Bekim, sepse na dha forcën për të vazhduar transformimin me besimin e madh të popullit. Mallkim, jo vetëm sepse pas atij besimit të madh që na dhanë shqiptarët e shohin tek ne shkakun e çdo gjëje që nuk shkon, po dhe sepse fitoret e mëdha, si ajo e qershorit shkuar, e kthejnë në mbi pesh të përjetuar keq çdo përplasje mes realitetit dhe pritshmërisë së qytetarit. Dhe kjo, sado e pamëshirshme t'ju duket, është rrjedhore e faktit që ne vetë bëm Shqipërinë një vend ku tani më krahasimet nuk i bën më thuajse askush me dje. Po të gjithë i bëjnë me Europën e zhvilluar. Por ne jo vetëm nuk kemi drejt të ankohemi pse po gjykohemi kështu, po duhet të pranojmë dhe atë që dhëmb edhe më shumë. Faktet tona shpesh nuk dëgjohen, edhe sepse përjetohen si arrogancë. Jo se janë të rreme, as vetëm sepse vinë pa dëgjim përpara, pa shpjegim të mjaftueshëm më pas, po sepse dhe kur jepen pa empati. Një e vërtet e thënë me arrogancë, mund të mbas përballë një gënjeshtre të thënë me empati. Dhe që të kuptohemi mirë se për çfarë po flas, dëgjoni një tjetër nga një duzinë historish që unë i kam ndarë veç, i kam shënuar duke parë pasqyrën e bulevardit Flamingo. Për bujqësinë ne kemi bërë sa nuk ishte bërë kurrë. E thonë statistikat e prodhimit, të eksporteve, mbështetjes për fermerët. Po një djalë që akoma sot unë nuk e njoh për fytyrë, po e quaj Arbër, pasi s'kam leje t'i përdor emrin, nuk e nxori bulevard mos pajtimi me statistikat. As kundërshtia me faktet tona kokforta në mbështetje të bujqësisë. E nxori përjetimi. Përvoja e mungesës së empatisë në marrëdhënien e tij personale me shtetin. Ai është një fermer nga një fshat i Lushnjës, ka 8 vjet që merret me bujqësi, e nisi me 1 hektar manafera, krijoi një shoqëri bashkëpunimi bujqësor, kaloi te kajsit e një varieteti të patentuar dhe sot ka 12 hektar me kajsi. Ka lidhur marrëveshje me një kompani të madhe italiane dhe ka përgatitur një plan biznesi për 1.5 milion eurosh për të investuar në 80 hektar tokë publike në Vlorë, plan të cilin e ka çuar Ministrinë e Bujqësisë. 3 vjet. Priti përgjigje. 3 vjet. Priti përgjigjen, jo tokën, përgjigjen. As po, as jo. As bëhet, as nuk bëhet. Riprit. Në mesazhin e tij, Arbri shkruajti, citoj: "Nuk e di nëse jam sorr, flamingo apo korb. Jam një katunar që e dua sadopak
këtë vend. Unë fola me të, po në atë pasqyrën e bulevardit Flamingove ishim plot si ai. Ku unë pash se sa e padurueshme është bërë për njerëzit mungesa e empatisë së njerëzve të shtetit. Arroganca e zyrtarëve pa gjak, që u flasin sikur të kenë karrige në vend fytyrës, ndërkohë që fytyrën e kanë parkuar në vend të prapanicës. Dhe këtu s'po flas fare, hiç, për ata që u kërkojnë dhe lek, se pasaj është fjalim vete ky. Dua ta dëgjojnë të gjithë arbërit e atij bulevardi, se nuk janë as sorra, as korba. Ata janë Flamingo. Sepse Flamingo nuk është kush na jep të drejtë gjithnjë, po kushdo që na kujton të drejtën që ka për të na kërkuar llogari. Flamingot janë revolta e brendshme paqësore e qytetarit, sorrat janë balta e pështirë e sharlatanit. Flamingot janë kërkesa legjitime e llogarisë qytetare, korbat janë jargët e urrëties ekstremiste. Flamingot janë njerëzit e krijimtarisë, punës, të djersës, që kërkojnë më shumë nga ky vend dhe më shumë vend në zhvillimin e këtij vendi. Sorrat dhe korbat janë dështak zemrakët politik dhe mediatik. Kemi njohur nga këta se kemi kontribuar dhe ne pra tuf njerëzit e mlefeve dhe të hakmarrjeve, që nuk duan ndërtojnë asgjë, po vetëm që gjithçka të rrëzohet. Flamingot na treguan plagën që ta mbyllim ne. Sorrat dhe korbat e kruajnë plagën që ta mbajnë sa më gjatë hapur. Flamingot kërkojnë provën e empatisë sonë. Korbat kërkojnë gjak nga çdo provë e punës dhe e mundit tonë. Flamingot na treguan dhe unë po ju rikthej tek historitë e mia me një histori që besoj e keni parë të gjithë. Dje. Atë nënën me fëmijën me spektër autik, të cilën korbat e kishin marrë me vete te parlamenti për ta kthyer në viktimën e policisë që ishte aty për të mbrojtur deputetët nga të verbrit e dhunshëm të Shqipërisë. Ne sapo e kemi dyfishuar mbështetjen për fëmijët autik. E kemi rritur mbështetjen dhe për nënat e tyre. Por ky është fakti ynë, thjesht, ndërsa përjetimi i asaj nëne është krejt tjetër. Ajo mund mos jetë fare e informuar ose dhe mund të jetë e informuar për dyfishimin e mbështetjes për djalin. Por ajo nuk e ka ndjerë kurrë empatin ton. Aty në atë fundin e atij hendekut, mes faktit ton dhe përjetimit të vetmisë së saj dëshpëruese. Dhe pikrisht aty, në fund të ndekut, e futën sorrat dhe korbat dorën e solidaritetit tyre hipokrit, për ta marrë me vetet e parlamenti dhe për ta abuzuar atë nën bashkë me fëmijën autik, me të njëjtin manual që përdorin edhe terroristët kur abuzojnë gratë dhe fëmijët, duke i përdorur si mburoj, teksa sulmonin me maska policinë e shtetit. Dhe pastaj e vunë dhe përpara kameras. E përdhunuan dhe e nxorën në mexhelis
për t'i qarë hallin. Dhe i kthyen lotët e saj në breshër, përmes algoritmit. Pastaj, e la në fatin e saj dhe u nisën për ke mikrofonin në bulevard. Njësoj si dha skuthat e zinj që i kemi parë në përdorimin e këtij manuali, që çojnë të tjerët mish për top dhe pastaj kërkojnë solidaritet për të shkretët njerëz, duke mbajtur fjalime dhe duke kërkuar që Zoti të dënoj terroristët në pushtet në emër të viktimave të shtetit policor. Të dashur deputet dhe ministra, flamingoja mund të dalë kundër nesh në protest dhe tjetë aleati ynë natyral i kësaj epoke të re. Sorat mund të vinë edhe rrotull nesh, edhe rrotull flamingove, po në fund tek plaga e hapur bashkë me korbat e kanë shpirtin. Prandaj vija e re ndarëse e kësaj epoke të re nuk kalon mes atyre që dolën dhe atyre që s'dolën në protest, po kalon mes atyre që duan ta bëjnë Shqipërinë më të mirë, edhe me ta. Dhe që Shqipëria të jetë më e mirë edhe për ta. Dhe atyre për cilës Shqipëria është më e mira, kur është e mirë vetëm për ta, dhe bëhet më njëherë më e keqja, kur ajo bëhet më e mirë pavarësisht nga ata. Për arbrit, fermerin e kthyer në flamingo, Shqipëria po u jepte të huajve ato që administrata shqiptare nuk dënjonte as t'ia thoshte qartë, nëse mund t'ja jepte ose jo atij. Një djalë i Shqipërisë që po kërkonte prej 3 vjetësh tokë për ta bërë më të mirë këtë vend, edhe me punën e tij, duke e bërë vendin më të mirë edhe për familjen e tij. Ai nuk e mbante më vetëm. I kishte plasur shpirti dhe shkruante nga protesta në mesazhin e tij. Lek për rishfet unë nuk kam dhe as e kam çuar ndërmend, sepse edhe këto vonesa e dim se për çfarë bëhen. Kur fola me të, i shpjegova situatën me procedurën, ndalimin që ne ja kemi bërë dhënies me qerat të tokave të papunuara publike në bujqësi, pasi në vitet e para të qeverisë son, u dhanë qindra e mira hektar të atilla dhe u kthyen në letra për lloj-lloj pazarxhinsh, duke krijuar dhe konflikte me bujqit. Por, që do? Këto fakte ai dëgjoi pas 3 vjetër. Dhe unë ndjeva si ai që s'thuhet kur ja shpjegoja. As morë mundimin t'ja shpjegojmë si dhe sa duhet 3 vjet, dhe la në ajër, madje i krijuan dhe idenë poshtruese që mbase duhet paguante lek për një gjë që s'bëj. Dhe normal, përballë 3 viteve me plan biznesi, një njeri që jeton me tokën, një njeri që numëron kaqësitë në 12 hektarët e tij, një njeri që ka partner dhe ambicia, një njeri që mban më njanë 1.5 milion euro, çdo shpjegim që ti mund t'i japësh, pasi ai ka dalë në protest, nuk t'i ngëllon.
si justifikim. Tingëllon si një arrogancë përmes një prallë që ai e di, a e besoj, a se besoj në fund. Po, di që pasi fola me të, kërkova me zë pak më të lartë se ky sot, pse nuk i dhëm përgjigje atij djalë? Pse duhet ai të pres 3 vjet vetëm për të mësuar që kjo kërkesa jote nuk bëhet më vëlla. Sepse halli nuk bëhet më i vogël kur nuk zgjidhet me një jo. Po bëhet më poshtrues kur mbetet as po, as jo. Pas sa orësh, vjej mesazh. Me screenshot. Nga postimet e Arbrit në protest. Si për të më thënë që mos mërzitet shefi se ky tipi është kundër qeverisë, nuk u bë qameti që ka mërzit ky. Dhe ja ku del i gjithi cullak. Jo problemi që kanë flamingot me ne, por problemi që kemi ne me veten. Si batës të ati besimit të mishëruar në 83 mandate. Arbri nga Lushja nuk është problemi ynë. Arbri nga Lushja është prova. Dhe sprova që ne kemi me veten tonë. Ky është një tjetër mësim, shumë i shtrenjtë, i bulevardit Flamingove. Dhe nga këto mësime, lindi edhe ky dokumenti që i parë që kam sot. E kam titulluar me një emër shumë të vjetër dhe shumë të madh. Besa. E di që ky emër do hap debat, por e zgjodha edhe sepse ha debat. Asnjë fjalë tjetër të gjuhës tonë nuk gjeta që ta thotë më qartë çfarë kthese i duhet mandatit 4. Që njerëzit e këtij vendi të mos i përjetojnë më vendimet tona si prerje në besë. Të mos ndihen më të padëgjuar, të painformuar dhe përveç se të padëgjuar, të painformuar, të papërfillur. Po nuk do shtjelloj këtu dokumentin larg qoftë, se është më shumë faqe se sa fjalimi, që siç e shihni është karakteristikisht jo i shkurtër. Do të ta merrni të gjithë me vete për ta shkoqitur qetësisht gjatë pushimeve, sepse është i hapur për, siç thash, kontribute. Megjithëse e di që përpara se të filloni ta lexoni, do jetë hedhur nëpër kanalet sociale, i mbuluar me pupla sorrash. C'est la vie. Bashkë me dokumentin strategjik, besën, kam shkruar edhe një aneks për mënyrën se si Partia Socialiste duhet ta mbështesë kthesën e domosdoshme. Ato nuk do ta merrni. Sepse më parë duhet ta diskutojnë një takim më të ngushtë me drejtuesit politik dhe disa nga drejtuesit e komisioneve. Më pas do ta keni të gjithë në dispozicion dhe ato. Ne nuk kemi, miqtë e mi, asnjë luftë për të bërë me flamingot, po kemi vetëm një aleancë për të ndërtuar me shumë durim me ta. Betejë sot nuk është mes qeverisë dhe qytetarit që kërkon më shumë. Është mes atyre që duan një Shqipëri më të drejtë, më të besueshme, më europiane, në përvojën, në përjetimin, në eksperiencën e individit zakonshëm në raport me shtetin, dhe atyre që e kanë të domosdoshme një Shqipëri të zëmëruar, të përçarë dhe pa besim të shtetit e institucionet të rregullat e bashkëjetesës demokratike. Atyre që i patë edhe dje të grumbulluar si një grup i vogël sorrash tek foltorja e parlamentit. Edhe pse
Tani bulevardi Flamingove po dhe i Sorrave bashkë i ka lënë si zogj korbit kategorisë 2. Aleanca që na duhet nuk është një aleancë që ne të heshtim kritikën. Është një aleancë për ta mbrojtur kritikën nga përvetësimi i ekstremistëve, për ta kthyer zemërimin në ndryshim, për ta kthyer pyetjen në provë dhe për ta kthyer protestën nga një çast përplasje në një test pjekurie të demokracisë sonë. Ne nuk kemi, po Shqipërisë as nuk i duhen qytetarë që të na besojnë ne me sy mbyllur. Ne kemi nevojë për qytetarë që na masin me sy hapur. Dhe më lejoni ta mbyll me 2 pyetjet që i pash të shkruara në fund mbi pasqyrën e bulevardit të Flamingove. Ku po shkon Shqipëria me këtë zhvillim? Dhe ku jam unë, njeriu i zakonshëm, në rrugën e këtij zhvillimi? Përgjigjen e pyetjes së parë do ta jap hap pas hapi. Puna e pandalshme për Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian, e cila Shqipëria 2030 në Bashkimin Evropian pra nuk është një pikë e shtuar në hartën e Europës së Bashkuar, po është një mënyrë e re jetese që sapo ka nisur të marrë formë, me paga që afrohen me ato europiane, shërbime që maten me standarde europiane, drejtësi që funksionon njësoj për gjithë, mundësi që mbajnë më shumë fëmijët tanë këtu dhe që kthejnë gjithmonë më shumë ata që kanë ikur. Ndërsa përgjigjen e pyetjes së dytë, pra ku jam unë, njeriu i zakonshëm në rrugën e këtij zhvillimi, do ta kërkojmë bashkë me njerëzit, duke nisur pikërisht nga kjo metodë, besa. Ku qytetari nuk është spektator i zhvillimit, as pengesë e tij, po është bashkëudhëtar dhe gjykatës njëkohësisht. Kur një investim pretendohet që i shërben interesit publik, ne duhet provojmë çfarë punë krijon. Për kë? Çfarë të ardhurë sjell? Për kë? Çfarë garanton për natyrën, për pronën dhe drejtat, dhe në fund si ndahet fitimi. Dhe jo vetëm duhet ta bëjmë këtë, po duhet ta bëjmë me empati. Zhvillimi që nuk provohet dot pa ndodhur, se i shërben njeriut, sado i rëndësishëm dhe i dobishëm tjetë, prodhon ato që pa në bulevard. Të huajsimin e njeriut në raport me zhvillimin. Zhvillimi nuk bëhet mbi apo rreth qytetarit, po bëhet bashkë me të dhe për të. Kjo është ajo që përsëri na nxjerr jo vetëm tek faktet, por tek empatia në radhë parë. Dhe në mbyllje, 3 mandatet e para ju përgjigjen pa diskutim, dhe këtë kemi me certifikat, ne, se e kanë vulosur shqiptarët, pyetjes nëse Shqipëria mund ndryshonte. Përgjigja është dhënë dhe është e pakthyeshme. Mandati i 4 do të përgjigjet një pyetje më të vështirë. A mund të bëhet ky ndryshim i qëndrueshëm, i besueshëm dhe i të gjithëve? Dhe duhet i përgjigjet kësaj pyetje me empati. Kjo është kthesa nga transformimi i vendit te besueshmëria e transformimit. Nga autoriteti që mjaftohet me pushtetin, te autoriteti që mbështetet te besimi. Nga fjala e dhënë politikisht, te fjala e kontrollueshme institucionalisht. Atyre njerëzve të zakonshëm që mbushën bulevardin, duhet i them një fjalë të fundit. Ju kam dëgjuar.
Flamingot nuk I mban në lagun as gardi, as dekreti. I mban vetëm ujë I qetë. Kur ujë trazohet, ngrihen, ikin, dhe kthehen vetëm kur e gjejnë ujin ashtu siç e duan. Kështu është dhe besimi I një populli. Nuk vritet me një krisëm, largohet kur trazohet ujë. Dhe nuk kthehet me thirrje, po vetëm kur gjen ujin miqësor. Puna e Mandatit katërt është një dhe e vetme. Të mbledhim nga të gjitha burimet, ujin e trazuar të besimit dhe ta bëjmë këtë me empati. Dhe flamingot do kthehen. Rilindja 2.0 është emri që ne I vum ciklit ri politik. Besa është metoda për ta kthyer ato cikël në një përvojë të re për qytetarët e Shqipërisë. Faleminderit. Tani këtë do ta merrni, por nuk është se do ta lexojmë.